Kullostra, s'pari qumshti, na e quajmë qumshti I parë, qumshti I dytë edhe qumshti I pjekun. Ka dallime, na e quajmë tashti, mas pari në përmbajtje. Në përmbajtje të proteinave, karbohidrateve dhe të ujit edhe yndyrnave. Këto ndrojnë. Këto ndrojnë, pra tu e kaluat fazën, na e quajmë qumshti kalimtar apo diçka. Po çka është e rëndësishme, kullostra e ka kazeinën edhe këto, është përqindja e këtyne të proteinave të qumshtit që është ma ndryshe se sa qumshti tjetër. Se zakonisht na muj me gjetë një qumsht nanës që është I pjekun, po nuk është sikur kullostra e nanës, një pik. Dhe, çka është me rëndësishme, janë antitrupat, imunoglobulinat edhe shumë gjana tjera të cilat asnjë formull nuk mund të mizavendësu. Definitivisht. Për këtë arsye, kullostra kushton shumë shtrejt në botë. Po. Ekzistojnë laktariumet, njësa e shtrejt është kullostra. E ne është gjyna, mos m'ja jap edhe me elon me mendu nanën që në ka qumshti I prishur. Po, që e tha edhe Anjesa, ajo ndahet. Nëse është puna që mjelët, ajo shifët, ndahet, edhe thotë është I prishur. Se ka pamje tjetër, po është me ndryshëm proteinë. Uj ka ma pak. Ajo është puna që ka uj ma pak, yndyrna ma shumë, edhe krejt këto fatmirësisht duhet një edukim me të vërtet që me çmu kulloshtërën, fatkeqësisht s'kemi laktariume, se bota e ka